Mirëmëngjes për të gjithë shikuesit edhe dëgjuesit e Në Frekuencë. Sot është data 14 nëntor, dita botërore e diabetit, e cila njëherë na rikujton se është i rëndësishëm parandalimi, vetë kontrolli dhe mbi të gjitha informimi i saktë mbi diabetin. E për të gjitha këto, për shkaqet mitet më të zakonshme që ekzistojnë, unë kam endokrinologun Gend Shala. Doktor, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë që ju bë pjesë jona. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur tek ne, edhe do të dëshoj të përshëndet gjithë shikuesit dhe dëgjuesit tuaj. Doktor, cilat, nëse mund të them në një mënyrë më të shortë dhe më të thjeshtë për të gjithë shikuesit, çfarë është diabeti? Diabeti është mundësia rregullimit të nivelit të sheqerit në gjak. Pra ata pacientët që kanë diabet kanë nivel të lartë të sheqerit në gjak. Kjo është ajo më themelore e shpjeguar shumë thjesht. Edhe pse është një smundje më e komplikuar, më metabolike, po në popull njëhet që është sheqeri i lartë në gjak. A kemi ndonjë shkak kryesor ose cilat janë ato shkaqet më të përfola që përflitet pse diabeti? Po, shkaqet kryesore të diabetit tip 1, kemi disa lloje të diabetit. Të diabetit mendohet që është gjenetika, mendohet që në viruset që shkatrojnë pankreasin, dhe kryesisht paraqitet të fëmijët, pra të ata nuk prodhon pankrasi fare këtë hormonin insulin, e cili e zvogëlon nivelin e sheqerit në gjak, apo e kontrollon nivelin e sheqerit në gjak, dhe këta zakonisht trajtohen me insulin, nuk ka trajtim me bana. Ndërsa diabetit tip 2, që i thojmë edhe i plesnis, keni ndëgju, zakonisht paraqitet mosha më të vjetra, për fat keq tash kemi fillu edhe te moshat e reja të paraqitet mosha 18-20 vjeçare për shkak të jetës sedentare, pra duke qenë para kompjuterave, para zyreve, duke mos pas kujdes në ushqim të shëndetshëm, duke pas stres të madh, mos pas gjumë të mjaftueshëm. Gjitha këto kanë shkaktuar rritjen e rasteve të reja me diabet, sidomos të rinjit. Cilat janë simptomat e para, ndoshta edhe për prindrit, por edhe për personat e tjerë cilat janë pra, cilat janë simptomat e para, cilat janë ndoshta më alarmuese, duhet ta bësh një kontroll? Simptomat e para zakonisht është lodhja, etja, uria e madhe, urinimi i shpeshtë, sidomos natën, e zgjon disa herë. Pra nëse vrejmë këto të rriturit, ata duhet ta bëni matë të sheqerit, ndërsa te fëmijët kanë edhe mungesë të koncentrimit, një lodhje të tepërt, humbje e pashpjegueshme e peshës, edhe pse ushqejnë shumë dhe kërkojnë shumë të pinë langë, se pra ta kompenzojnë atë sheqerin e cili nuk shfrytëzohet nga organizmi, ata mundon përmes langëve, çokoladave të kompenzojnë atë, në vërtet bëjnë dy fish dëm, rritin edhe më shumë sheqerin në gjak. Doktor, cilat janë grup moshat më të rrezikuara nga diabeti? Nga diabeti tip 2 zakonisht moshat sa më të vjetrën janë më të rrezikuar, po tash në ditët e sotme me këtë jetë sedentare para zyreve, para kompjuterave, janë të rrezikuar të gjithë ata të cilët nuk mirën me sport, të cilët qëndrojnë shumë gjatë pra në kompjuterit ose të ulur, të cilët nuk kanë kujdes fare në ushqim, nuk konsumojnë mjaft ujë, këto janë më të rrezikuar. Tash nuk është në pyetje moshës si përpara, tash është jeta edhe ushqimi. Doktor, ne jemi shoqëri të cilat dina me kriju mite për çdo lloj smundje. Cilat janë mitet më të zakonshme, ndoshta që edhe juve personalisht ju ka rromi ndëgju ku i ka një pacient me diabet? Dy kryesorët që më kanë ndodhur është, nëse kam kërkuar me diabet, nuk më bën mua diabeti. Ose e kam krejt familjen me diabet, unë do ta fitoj gjithsesi diabetin, nuk është e thonë. Nuk është e thonë nëse të gjithë familjes i ki me diabet, ose dy prind ti ki me qenë me diabet, nëse ki kujdes në ato që tham, nëse ti mirësh me sport, ki kujdes çfarë ushqime përmbane, i largosh sheqernave të tepërta, pin ujë mjaftueshëm, atëherë domethënë pse i kin familje të dy prindërit, aty do të jesh me diabet. Ose kundërta, nuk e kam asnjë me diabet, unë mund me konsumu ëmbëlsira, langë pa kufi, sepse nuk e kam në xhene, s'është e vërtet. Pra diabet tip 2 nuk ka shumë ndikim në xhene sa kanë jeta, si e bëjmë jetën si ushqim. Këto janë dy mitet kryesore. Shpreh një falënderim për zbulusin e insulinës, pra si që ditët 14 nëntor, dita ndërkombëtare e diabetit, është për shkak ditëlindjes së njëri nga zbuluesit e insulinës, i cili ka shpëtuar me miliona jetë, sidomos të fëmijëve të cilët trajtimi i diabetit bëhet vetëm përmes insulinës. Pa insulinë, pa këtë insulinë që e përdorim sot, që ka zbuluar doktor Bantingun, shumë fëmijë sot nuk do të ishin gjallë. Doktor, një mesazh ndoshta për gjithë ata të cilët janë prekur nga diabeti, mbasi jemi në ditën ndërkombëtare e diabetit? Të kenë kujdes në ushqim, të mirën sa më shumë me sport, sidomos të kenë kujdes për fëmijët e tyre, të cilët kjo ndoshta nuk kanë
probleme tash me sheqer, po nëse fëmijët nga tash fillojnë të mos mirën me sport, të kenë ushqim jo të shëndetshëm, atëre në moshën e tyre, kur të vinë moshën 20, 30, 40 vjeçar mund të paraqitet diabeti dhe të kenë kujdes pra që mos i bëhet shprehi ky ushqimi jo i shëndetshëm. Dhe nëse i kanë këto simptoma që përmendën, të lajmërohen te endokrinologu apo mjeku familjarës, të matet sheqeri dhe të fillon trajtimi sa më herët që është e mundshme. Doktor, faleminderit shumë që ishit me ne dhe që i ndodh të informohet ndoshta kaq nevojshme një ditë si kjo e tillë. Ishte kënaqësi që kemi këtu në Spitalet Amerikane dhe ndërmjetësorët gjithmonë të bashkëpunojmë së bashku për ngritjen e nivelit të vetdijes për çfarë do lloj sëmundje, sidomos për diabetin. Faleminderit shumë. Robun e kisha kaluar lidhjen të kjo duke shpresuar që ju kemi sjellur disa informata të sakta sa i përket diabetit, duke përfshirë sot është dita ndërkombëtare e diabetit. Faleminderit shumë Alfreda, faleminderit edhe doktorit Gens Shala, endokrinologut i cili na foli për diabetin dhe si të ruhemi nga diabeti.